Policia ka proceduar penalisht kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha si dhe drejtues të tjerë të kësaj force politike në lidhje me protestën e ditës së hënë. 25 deputet dhe rreth 400 persona të tjerë do të hetohen për akuzat e tubimit të palishëm dhe e pengim të qarkullimit. Veç Bashës është proceduar sekretari i përgjithshëm Arben Ristani, nënkryetari Edi Paloka dhe deputetët Oerd Bylybashi, Gerti Bogdani, Flamur Noka, Gent Strazimiri, Eduard Halimi, Aslan Dujani, Kasriot Islami, Gens Polo, Keltis Kruja, Luciano Boci, Edmond Spaho, Liliana Elmazi, si dhe disa drejtues të tjerë lokal. Ata konsiderohen si përgjegjës për protestat e organizuara në sheshin Shqiponja dhe në rreth rretullimin e shkollës teknologjike në Tiranë, në rreth rretullimin e Bradasheshit në Fier, në atë të Milotit dhe në autostradën Lushnjë-Fier. Policia deklaroi një ditë para protestës se kishte refuzuar kërkesën e Partisë Demokratike për leje, duke argumentuar se tubimet sënonin rendin dhe sigurinë. Por Partia Demokratike tha se për protestën policisë nuk i duhet marrë leje, por vetëm duhet njoftuar.